Përshëndetje, kemi këtu me bashkimin e datës 21. Data 21, një ditë që kërkon vëmendje dhe jo vetëm. Është një ditë ku ndryshimet, vendimet që merren, është koha ku do të kemi ndryshime, do të kemi mundësi dhe rëndësi të veçantë. Por data 21 duket se është një ditë shumë rëndësishme, sepse dielli formon një kënd me Mërkurin në ujor, një kënd që favorizon komunikimin, kontaktet, transaksionin, udhëtimet, sigurisht meqense në të njëjtën kohë, siç do ta shihni dhe në ndikimet e tjera, formohet edhe këndi Mërkur-Pluton, që mund të kemi edhe disa kënde që mund të jemi më të vëmendshëm, që mund të jemi më të kujdesshëm në shumë takime diskutime që kanë të bëjnë në këtë drejtim. Dhe negociatët favorizojnë shumë binjakët, peshorja, ujorit dhe shqiptarët të ditëlindjes të parë dhe ditëlindjes të tretë ose kanë ascendente në këto shenja. Është një mundësi shumë e mirë, nuk e diskutojnë, nuk e vënë dyshim për 1000 arsye të gjërave që ata kanë në çështje shpirtërore apo në çështjet e dashurisë. Por pas të fillojmë bashkimin e kësaj date, unë ju rikujtoj nëse dëshironi të abonoheni, kemi pikërisht të faqe këtu, dhe kjo është një faqe që ju ndihmon në anën tuaj dhe duke pasur parasysh lidhje me takimet, lidhje me vendimet që ju e keni dhe momentet e duhura për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, zgjedhjen e duhur në gjërat e mëdha që juve mund të keni ose mund të dëshironi të realizoni. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Periudhë që është dashit dhe duket se kjo periudhë është mjaft pozitive, mjaft ideale në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet që do të keni, por jo vetëm, sepse diçka ndodh në anën tuaj, diçka ndodh në lidhje me ekonominë, në lidhje me njerëzit të ndryshëm që do të keni, me njerëzit të rëndësishëm që mund të keni, sepse është puna dhe karriera që merr një vendim shumë të rëndësishëm në punë dhe jo vetëm. Në çështjen e dashurisë duket se me Akrep dhe me Luan janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e degtit. Periudha e kësaj shenje duket se ka diçka shumë të madhe në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin, por dhe një takim i rastësishëm që mund të keni, mund të jetë mjaft frutëdhënës në ekonomi. Në çështjen e dashurisë duket se me Virgjëresht dhe me Bricap janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakët të dashur, nëse duket se kjo periudhë është një periudhë që vërtet rrezaton, ndryshon, vendos në atë që ka të bëjë lidhje me anën e pozicionimit të planeteve, lidhje me kuptimin e jetës, lidhje me atë çka është, atë çka ndryshon në lidhje me ekonominë, lidhje me vendimin, lidhje me pasion e paluajtshme, nëse ta marrim kështu, është koha dhe momenti, është periudha dhe ndryshimi i madh që vjen. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Virgjëresht dhe ditëlindjen të dytë, përgatituni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për gaforët nuk do të thosha nuk e vën dyshim për 1000 arsye, sepse juve nga njëra anë mund të ndikoheni me të drejtën tuaj, por nëse do flasim se çfarë ndodh në anën tjetër të globit ose tjera, ka diçka shumë të madhe në ekonomi dhe në stabilizime, në mundësi të artë që mund të keni, në periudha të ndryshme që mund të diktoheni, por unë ju them që nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në lidhje me ekonominë, lidhje me stabilizimin, lidhje me korrektësinë. Korrektësia është gjë e madhe, edhe pse ju duket disi ose mendoni shumë për të arritur në finish, mendoni shumë për të bërë diçka të rëndësishme. E keni mundësinë, po është momenti i duhur që të bëni diferencën mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që është e kuptueshme, dhe është një moment mjaft i mirë tani tutje që gjërat të jenë pozitive dhe jo negative. Çështjet shpirtërore që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep të ditëlindjes së parë është një mundësi shumë e mirë tani tutje, është një mundësi shumë e mirë në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme, në lidhje me disa
çështje që kanë të bëjnë me kuptimin e jetës, me kuptimin e vendimit dhe të ndryshimit madh. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe akrep janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Luanë të dashur, duket se kjo periudhë është një periudhë që vërtet juve jeni në qendër të vëmendjes për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, si karrierista dhe e keni mundësinë e zgjidhjes së problematikave, por nuk do thotë se ka të bëjnë me ekonominë, se ka të bëjnë me disa gjëra që nuk shfaqen në anën e tyre, por megjithatë, unë mund të thosha me bindje të plotë që është një kohë shumë e përshtatshme, është një kohë shumë e mirë për punën, shumë e mirë për dashurinë, shumë e mirë për vendimet që do të merrni, por gjithsesi luanët nga një anë mund të mërziten sepse nuk kanë arritur te ku duan, mundohen shumë bëjnë diçka të rëndësishme, por unë ju them që është një moment shumë i mirë, është një moment që solidarizon dhe kupton në ekonomi dhe në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me akrep janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë vyerjesha. Vyerjesha dashura, nëse ju e keni mundësinë ose të tjerë flasin ose mund thonë diçka që nuk është e juaja për një arsye apo për tjetrën, por mundet që të ndikohet në anën tuaj në pozicionin e planeteve për arsye të punës dhe të karrierës, por gjithsesi është një moment mjaft i mirë në ekonomi dhe në gjërat e tjera që do të ndryshojnë jetën tuaj në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Në fushën e biznesit, edhe pse keni pasur disa keq interpretime, nuk e diskutoj unë, por kjo ndodh për një mirë arsye të punës suaj, të karrierës suaj, të gjërave të rëndësishme, por gjithsesi jeni me fat. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë me peshk është Italia. Vijojmë tek shenja radhës, që është shenja e peshoreve. Për sa përket peshoreve, peshorët duket se tani e tutje kanë disa mundësi të arta që mund t'i zgjidhin si probleme, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim që e kanë dhe si moment dhe si karrierë, por në anën tjetër mundet të rrezatojnë, të rregullojnë punën e tyre, të rregullojnë gjërat e tyre, të rregullojnë anën ekonomike financiare, sepse është një moment shumë mirë tani, një moment që ju përket atyre dhe këta e di shumë mirë dhe për ta realizojnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me binjak janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e akrepit. Akrep të dashur, nëse duani që të esni përpara dhe ta nisni diçka mbar, është momenti juaj më i mirëmundshëm mbi stabilizimin ekonomik, mbi biznesin dhe mbi karrierën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe me dash është e mbar. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Shigjetarët dashur, sido që të vinë gjërat, nga do që të vinë çështjet ose karriera është ajo që lidhet shumë me juve, është një mundësi shumë e mirë dhe tërë pozitive mbi takimet, bisedime që bëhen ose periudha kur ndodhin fenomenet, është një moment shumë i mirë dhe tërë pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk dhe me vyerjesh janë të mbara, por i kujdes të veçantë të bëni me peshorët e ditës së dytë, sepse është koha juaj për të vendosur apo për të investuar. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e briçave. Briçave dashur, nëse keni mundësinë ose kohën e duhur mbi zgjidhjen ose më mirë ishte me kompromis, për sa përket një pune shumë të madhe që keni juve, një punë shumë të rëndësishme, është momenti dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me binjak të ditës së dytë, është koha ideale dhe perfekte për të bërë zgjedhjen e duhur. Është momenti juaj dhe koha tregon që jeni me fat në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Çfarë ndodh me ujorët dhe ku ujorët ndahen ose më saktë ndryshojnë? Ujorët nisen me premisa shumë të mëdha, me të drejtën e tyre, për fal njeri, ka një ndikim shumë të madh në lidhje me anën ekonomike financiare, ka një ndikim shumë të madh në lidhje me ndryshimin e biznesit ose karrierën, më shumë që kanë mundësinë, është një moment i artë
për zgjidhje të konflikteve, për zgjidhje të çështjeve madhore që ata kanë, por në një moment të caktuar çdo gjë zgjidhet, çdo gjë arrihet. Momentet e njëpasnjërshme që lidhen me ekonominë, lidhen me ndryshimin e madh, për sa i përket anës ekonomike financiare, për sa i përket një surprize që mund të keni. Kjo është surprizë që lidhet me finansat, lidhet me biznesin, lidhet edhe me ndryshime të tjera që mund vinë gjatë punës suaj, gjatë karrierës, me karrierën. Është momenti juaj, është koha që vërtet është për juve dhe vërtet juve e mbroni me veten tuaj, me detyrën tuaj dhe dilni fituar. Kurse në çështjet e dashurisë, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse nuk keni qenë ashtu siç pritet, duket se me luan, me luan të dhjetëdijçit të parë, me dash të dhjetëdijçit të tretë, me akrep të dhjetëdijçit të parë, është një kohë, mund të duket e vështirë, por është mjaft fantastike dhe e drejtë për juve të kësaj shenje dhe dilni shumë fituar. Në çështjet bashkim familjar duket se është me akrep. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Peshë dashur, nëse keni pasur probleme ose gjëra të kësaj natyre, duket se vjen një moment tani ku juve i zgjidhni problemet, ku juve keni mundësinë dhe kohën e duhur për gjithçka që lidhet, gjithçka që realizohet fal zgjuarësisë, fal punës suaj dhe karrierës suaj. Në çështjet që kanë bënë me anën e financave, në lidhje me biznesin, lidhje me anën ekonomike, është koha dhe momenti i duhur, është koha dhe momenti i ndryshimit të madh, i kohës suaj dhe i periudhës që ndodhi fenomene. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash të dhjetëdijçit të parë, me vigjesh të dhjetëdijçit të tretë, është perfekte, por peshqit zakonisht kanë një mundësi të artë për të zgjidhur një problem shumë të madh. Dhe kështu që e kanë. Ajo që do të thotë lidhje me vigjeresh, lidhje me shigjetar, lidhje me binjak, është koha më e mirë e mundshme. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 21 janar 2026. Para se ndajmë bashkë, më kujtoj edhe një herë, për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni si për Sport dhe në kërkim bashkë të nderuar, kemi pikërisht të faqen këtu, e klikoni duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për kartës së vlerës, dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni mesazh, doni të shikoni, kemi pikërisht këtë butonin këtu. Ja ku kemi këtë këtu. Është pikërisht këtu dhe jeni gati pastaj për sa i përket mesazhit dhe pastaj subscribe pra. Dhe pastaj direkt mund të flasim bashkë në Viber apo dhe drejt për së drejti. Unë Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirë.